Çfarë mund të jenë fletvotime, pra, përfshihen në raport. Në votat e listës serbe, në komunën e Ranilugut, ku po numërohen tani për momentin këtu në tavolinën numër 12 në qendrën e numërimit të rezultateve, ka disa fletvotime në të cilat është votuar me shenjën e përqindjes, disa me shenjën e barazimit, por edhe me shenjat të tjera që zakonisht nuk përdoren në fletvotime dhe nuk votojnë njerëzit qytetarët, votuesit me këto shenja. Një vazhdimsi e tillë është vërejtur edhe në komuna të tjera, pikërisht tek votat që janë për listën serbe, jo vetëm në komunën e Ranilugut, por edhe në komuna të tjera, të cilat janë kryesisht me qytetarë serb. Sipas të dhanave që kemi deri në këto momente, në komunat e tjera, kryesisht në votat e subjekteve të tjera, nuk është vërejtur ndonjë ndryshim i madh përveç asoj marzhës së gabimit njerëzor që mund të jetë tek ndonjë kandidat, por e vetmja anomali është tek votat e listës serbe. Të gjitha ato çështjet të cilat janë vërejtur gjatë këtij procesi të rinumërimit, në qendrën e numërimit dhe rezultateve, nëse ka pasur dyshime për ndonjë keqpërdorim, atëherë zyrtarët e KSZ-s kanë njoftuar organet kompetente për ndërmarrë masat e tyre të cilat i kanë në kuadër të përgjegjësive ligjore. Të gjitha do të thotë detajet, qoftë edhe ato si çfarë mund të jenë fletvotime, pra, përfshihen në raport dhe natyrisht se zyrtarët e qendrës numërimit dhe rezultateve, sekretariatit KSZ-s në përgjithësi janë profesionistë dhe natyrisht se do të evidentojnë me saktësi gjetjet të cilat i kanë evidentuar gjatë procesit të rinumërimit. Kështu që unë po e lë që të shohim se çfarë konkretisht do të konkludohet në këtë raport për secilën gjetje dhe për secilin vendvotim.